Parlamenti Evropian 305 amendamente për Shqipërinë, mbështetje për SPAK, kritika për zgjedhjet e 2025-s. Raporti për Shqipërinë që pritet diskutohet në Parlamentin Evropian në shoqëruar me 305 amendamente të paraqitura nga eurodeputetët, duke reflektuar shqetësime për drejtësinë, proceset zgjedhore dhe funksionimin e demokracisë. Një ndër pikat kryesore lidhet me mbështetjen e SPAK-ut dhe vijimin e reformës në drejtësi. Një nga amendamentet propozuar nga David McAllister mirëpret progresin në zhvillimin e vettingut gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke theksuar se ai ka ndikuar në rritjen e integritetit dhe llogaridhënies në sistemin gjyqësor. Megjithatë, raporti evidentoi sfida të vazhdueshme si efikasiteti i ulët, shtoku i çështjeve dhe përpjekjet për ndikim të padrejtë. Një grup eurodeputetësh me styre Andreas Schieder, Adnan Dibrani dhe Marco Tarquino ngren shqetësimin për polarizim politik dhe gjuhën konfrontuese, duke theksuar se protestat e dhunshme nuk kanë vend në një vend me demokraci funksionale. Në fokus të amendamente është dhe çështja e kërkesave se SPAK-u për arrestimin e zëvend kryeministres Belinda Balluku. Në një propozim të eurodeputetit Ivailo Valchev, kritikohet shtyria e votimit për heqjen e imunitetit të saj, duke cilësuar si një vendim arbitrar pa bazë ligjore, ndërsa i bëhet thirrje kuvendit që trajtojë pavonesë këtë çështje. Ndërkohë, Partia Popullore Evropiane ka paraqitur 26 amendamente ku evidentohen mangësi serioze në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Sipas eurodeputetit Andrej Kovačev, raporti nënvizon përdorimin e burimeve shtetërore nga majoranca, mungesën e kushteve të barabarta për opozitën dhe pretendime për blerje votash, duke premtuar besimin e qytetarëve dhe konkurrencën politike. Në vëmendje është vendosur dhe akshi për mungesë transparence për prokurimet publike dhe projektet digjitale, ndërsa kërkohet auditime të pavarura dhe mekanizma më të fortë kontrolli.